Ky proces, që dini, ka filluar ditën e hënë dhe 27 komunat të cilat përmbyllin aktivitetet deri më sot janë Mamusha, Shtërpca, Juniku, Hani e Lezit, Klokoti, Parteshi, Mitrovica Veriut, Novo Bërda, Zveçani, pastaj Vitia, Zubin Potoku, Rani Lugu, Dragashi, Istogu, Obiliqi, Drenasi, Deçani, komuna e Shtimes, pastaj Klin, Kamenicë, Fush Kosovë, Leposaviq, Graçanic, Vushtri, Raovec, Skënderaj dhe Kaçanik. Procesi i numërimit do të vazhdojë të martën në orën 16 në qendrat komunale të këtyre komunave: Prishtinë, Pej, Prizren, Podujev, Mitrovica e Jugut, Gjakov, Malishev, Lipjan, Gjilan, Ferizaj dhe Suarek. Pra, deri më tani e mërkur, 31 dhjetor, ora 12, numri i përgjithshëm i vendvotimeve të procesuara nga të gjitha qendrat komunale të numërimit është mbi 1900 nga 2557 vendvotime, apo më shumë se 74% e tyre. Pas përfundimit të numërimit të çdo vendvotimi, të dhënat janë duke u transmetuar në platformën e KSZ-s për rezultate. Sa i përket aspekteve të tjera, aktiviteteve të tjera të cilat po zhvillohen nga ana e KSZ-s, në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, shërbimi votues i KSZ-s ka vazhduar me vlerësimin e pakove të supozuara me fletvotime, të cilat i takojnë votimit jashtë Kosovës, respektivisht votimit përmes postës. Nga votimi me postë, siç kemi treguar më herët, numri i shtetasve të regjistruar ka qenë rreth 58.000. Ende nuk është përmbyllur procesi tërheqjes së pakove me fletvotime nga kutitë postare, andaj në këtë fazë nuk e dim se sa prej këtyre votuesve të regjistruar kanë ushtruar të drejtën e votës. Deri më tani, nga kutitë postare janë tërhequr më shumë se 28.500 pako me fletvotime, që i takojnë votimit përmes postës dhe të cilat janë vlerësuar e verifikuar nga shërbimi votues i KSZ-s. Nga numri përgjithshëm i pakove me fletvotime të supozuara që deri më tani do thotë kemi pranuar, pra nga më shumë se 28.000, pas vlerësimit dhe verifikimit janë aprovuar 27.600. Ndërka që janë refuzuar më shumë se 950. Arsyeja më e shprehur te zarfet e refuzuar është sepse në pako me fletvotim mungon dëftesa e regjistrimit të votuesit. Pra, numërimi i fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës do të fillojë gjatë kësaj jave, ndërka që për datën dhe orën e saktë do të kemi njoftim të ri. Do të sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 12 do të kemi proces të numërimit dhe verifikimit të fletvotimeve nga votimi do të thotë i ditës diele. Dhe pauza do të vazhdojë deri ditën e nesërme, pra në datë 1 janar në orën 16, në 11 qendra komunale të numërimit do të vazhdojë procesi i verifikimit të rezultateve të subjekteve politike dhe numërimit të votave të kandidatëve për deputet. Deri në këto momente, deri në orën 12, eventualisht deri në orën 13, varësisht se sa kohë do t'i duhet ndonjë qendër për të mbyllur procesin, numri i përgjithshëm i qendrave komunale të numërimit, të cilat përmbyllin aktivitetet nga dita e hënë dhe deri më sot në mesditë është 27 komuna. Pra, pjesa tjetër e komunave do të vazhdojnë procesin e numërimit dhe verifikimit në datë 1 janar në orën 16. Gjatë kësaj kohës, sa nuk do të ketë numërim, sigurisht se materiale zgjedhore do të qëndrojnë në qendrat komunale të numërimit dhe siguria për këto materiale ofrohet nga ana e Policisë së Kosovës. Të gjitha përgatitjet janë duke u bërë që gjatë kësaj jave të fillojmë me numërimin e votave që i takojnë votimit jashtë Kosovës, pra atyre me postë, të paktën atyre që deri më tani janë vlerësuar nga shërbimi votues, pra të dhëna që i përmenda pak më herët, dhe pastaj sigurisht edhe të fletvotimeve që i takojnë votimit me kusht dhe votimit të persona me nevoja të veçanta. Sa për rikujtim do të thotë, në ditën e zgjedhjeve, përveç organizimit të votimit në 2557 vendvotime, pra votimit të rregullt, është organizuar edhe votimi me kusht në 57 vendvotime dhe votimi programi për votuesit me nevoja të veçanta. Sipas
këtyre të dhënave, nga votimi me kusht janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues, ndërkaq në programin e votuesve me nevoja të veçanta ka qenë të regjistruar 2.860 persona. Pra këto janë dhënat e fundit që i kemi nga këto procese, sigurisht që këto janë preliminare dhe saktësohen në momentin kur bëhet vlerësimi dhe evidentimi përfundimtar i tyre.